Ne jemi goca, bështu si bomba, shmendim kretile. Sot u zgjova në 7 mëngjesit, siç ne na ndodh zakonisht për xhirime, që zgjohemi dhe i bëjmë të gjitha vet, u lyva vet, erdha në punë vet, në këmbë. Rrugës për në punë kuptova që tani jam adulte, nuk jam më e vogël si dikur që i merja le prindërve, tiki këtu mami, tiki këtu babi. Dhe tani që jam rritur e kuptoj që gjithë barra e përgjegjësive të bien mbi supe. Unë akoma jetoj me prindit prapi marr leje, po. Unë jetoj me prindrit, po nuk i marr leje. Okej. Ka qenë hera e parë dhe e fundit që i ka marr leje. Unë para 5 vitesh jam darë përfundimisht, domethënë që nuk ju marr më leje Si dhe ishte si ndjesi? derisa i mësova, ishte pak e vështirë, se gjatë gjithë kohës më merrni me kamer, non-stop, sidomos kur erdha në Tiranë. Mi bini me kamer, ku jep, se si jep, nëse se hapja telefonin me zilën e dytë, bëj nami. Ku ishe, pse si ishe, ç'a ndodhi? Prindrit shqiptar. Po janë vetëm prindrit shqiptar kështu apo të tjerët? Edhe tjerët. Përgjithsisht janë ata shqiptarë, se jashtë shtetit kur shkojnë 18 Janë mësuar me kulturë tjetër, po, po. 16, unë shoh. Ata të përzon nga shtëpia. Si keni pasur? A keni pasur prindit strikt? Unë kam pasur mamin shumë strikte derisa mbusha 18 vjeç. Do të thotë strikte tmerr, e kupton tmerr. Unë dilja, i kja për shembull në shkollë, nuk shkoj në shkollë, i kanë kafe, rria 8 orë në kafe, ku ignorante, e kupton? Vetëm ajo ndjesia që unë nuk jam në shkollë dhe po bëj diçka rebele. Wow. E kupton? Problemi është që derisa ta mësosh. Edhe unë mendoj këtë. Po, domethënë unë i thoja, ajo më kapte, se më kapte gjithmonë vëlla, nuk e di se si ishte e mundura, e ndjente. Edhe i thoja që shifet, ti nuk më ke lënë mua lirin që unë mos të gënjej. Unë nuk dua të gënjej, du të them jam kafe. Nëse ti acarohesh kur unë them jam kafe, unë do të gënjej se unë do ikin kafe. O Klea, nuk e di atë ka ndodhur ty, ndoshta juve dy shoqë ju ke ndodhur, se pas keni pasur jo dal strikt, ty Ema ndoshta. Po mua gjithmonë më ndodhte kjo. Nëse dilja sot dhe nesër i thoja mamit, "Oma, a mund dal sot?" Thoshte, "Po ti dje dolemi mam." Bëj Love dy herë. Zemra duhet ta parapragatisësh. Se su kënaqe herën e parë ti do herë dytë. Po ti tonën e kaluar dole para një jave. A ekzistonte një afat kohor mbas sa ditësh do të dilje prap ti? Ekzistonte. Po, për zonë, unë nuk e di, unë nuk dilja fare. Zemra për shembull, nëse i thoja unë shiko, do dal se unë jetoj në Durrës, do delja xhira nga deti, për shembull me shoqet kështu. Desheti. Dje dole ti. I thoja unë do dal prap sot. Ti dole dje marr ajër. I them po. Po ajër merr çdo ditë jo. Duhet ta kishim bërë parë këtë bisedë se shpjegon gjithçka për ju. Në fakt në mamin e kam pasur më strikte se babi. Se babi ka qenë Jo, mamin. më tip liberal, kështu që Unë mendoj që mamat kanë qenë më strikte se kishin këtë frikën e babit, Po, pra. edhe e merrnin ato këtë përgjegjësinë për të bërë strikte. je herë sa mashtronte. Dilja unë, për shembull, vonoshe bën babi deri nani. 11:30 të marr drejtë, hajde në shtëpi se është babi me nerva, hajde në shtëpi. Unë për shembull kam pasur diçka, ishte kjo që dole djep se do dalësh prap. Kur rrita shkova në gjimnaz, ne me gocat fillon të festonin ditëlindjet. Edhe ke parasysh që dini maksimumi deri në orën 8, 9, te rruga Salës, ose në Vokshë, venim do një snack, një koktejl. Vodka Salë. Nuk ka pa. Edhe e kishim bërë si traditë, që sa e kishte njëra ditëlindje mbas Shkollës. mbas shkollë. Mbas shkollë, dilnim. Edhe tash sikleti më i madh është ti thoje mamet që ka ditëlindje se e para dhe kërkojnë edhe 10.000 lekë. Po. Dhe kërkojnë edhe 10.000 lekë për shoqe. Po, normal. Edhe babi tani kishte filluar ta kapte si skem, kupton që kishte shoqja ditëlindje. Ka shoqja ditëlindje. Me dy shoqe. Edhe po tani ne ishim edhe në grup me 7 goca. Dhe mbas 2 muajsh e kishte tjetra ditëlindjen. Nëse është duke ju pëlqyer ky episod që po shikoni, mos harroni që të shikoni dhe ca super episode të kaluara që ne kemi nga ky sezon i dytë. Kështu që ndiqeni dhe na bëni subscribe. Edhe i thoja babit unë, domethënë i thonte mami, se zakonisht kështu funksionon. Ti i thon mamit, e përgatit dhe mami përgatit babin. Edhe i thonte mami babit, "Çiko se goca sot në darkë në orën 8 do kthehet në 10, 2 orash, ka ditëlindje." E thoshte babi, "Po na të shmeni me këtë ditëlindje para një javë kishte ditëlindje, ndërkohë ditëlindja ishte para 3 muajsh, asnjë kishte pas shoqja tjetër." po se i fiksohet në trua shumë. Edhe vazhdon akoma, sa shkojnë ndonjëherë në shtëpi dhe i them që ka ditëlindjen, prap me ditëlindje. Po u rritu tani, prap e fisohen ditëlindje. Kam një pyetje, a kishit bë ndonjëherë me plan që të gjenit një shoqe të re që ta kishte ditëlindje, që të mbushet nga një ditëlindje për muaj? Unë kam qenë shumë, kam pas prindër shumë liberal. Për shembull, mbaj mend vinte në Firet Vidoda ose Ylli Limani. Ishte këto partit 9 me 10, 10:30, mua më çonte mamin për shembull merrte babi. Unë nuk e kam pas kur të problemin, kam pas vetëm një problem. Tash më blen laptop ta mua kur bëra 10 vjeç.
Oh, Isha- 10 vjeçe. Për zotin, 10 vjeçe isha- unë la luja me nuk kupa. e kishte asnjë dhe shisja por dhon në mënyrë të tmerrshme. Tash kur isha 12 vjeç doli Facebooku çaj ishin këto. Mirë po kur hapej dera, unë e gjoja. Edhe tani unë rria në laptop nuk mësoja. E mbyllë direkt, Dhe mbylla direkt laptopi dhe derisa e kam djegur. Domethënë nuk të kam pasur që më kanë trysnuar çik, vetëm te pjesa që mos rria shumë në internet, po gjërat e tjera kam pas kështu. Unë Edhe edhe pra me mendoj që për këtë arsye sot nuk është se mungojnë këto të dalat ose klubet ose ku Si ke diun. shijuar I që kam në shijuar, Vogëli, po, nuk po. është se më Që kam 10 vjeç, munguar. po. Ja, 10 vjeç është klub në gjimnaz. Unë kam pasur Klub. Kam pas herën e parë që i thash që për shembull po flisja me i çunt. Zemra unë kisha shumë frikë, kupton, thash. Po flas me i çunt, më mirë ti thoja që po flas me i gocë, po flas me çunt. Apo se kete nga veriu, si prindërit e mi edhe e ka radari keq. E se ka nga ju gust falë. Edhe i thash. Ai shumë kele. Je shenjt, Mami të thënë, thuaj që është okej. ta zgjojmë të shtëpia. Ua, mam ka kap vet. Po, i kontrollojnë dhe telefonat. Po, Ma po, zemra po, kontrollojnë po, telefonin. Unë i thoja kur e dija që kishte ardhur aty ku smate mo që ishte ajo momenti që do më kafte ishte shumë afër. Thash, vajlesh po ja the vetë, kupton? Ja the. Edhe ishte e qetë, po pasaj që aty nuk ndaloj më kur, tani ja the Ja thua. gjitha, po. Tani e ke hapur barkun. Kam pasur Po, po, problem. po. Kam pasur problem me veshjet, nuk e di për ju. Po, filloi ajo periudha për shumë adoleshencës, 14-15. Unë e kam akoma, sa herë vesh Le, edhe unë e kam. Sa herë vesh të bark, jashtë, crop top ose kështu, mami thot, shkove 20 ca vjeç, mi mam, vishu serioze. Unë kur isha e vogël, për shembull, fillon kjo mosha adoleshencës, 14-15 vjeçe dhe shkoja me shoqe bleja në një fund, në një gjë, se doja edhe ti se dukesh e pak kështu edhe Ke pas shalet ka gjata që atëherë? Po, dhe tash mami më thoshte mua mos Modeste mami se fare. po zhvillohesh, lutem mos i vish më këto se më shohin komshiet, thon shi goca mami tim, ta me emrin, po del me shal jashtë. Qa bënte? Të gjitha fundet që bleja, mi merte, mi fuste me një qese, unë nuk i gjeja, thoja, kun ka ikur, që mos t'i vishja. Thoja, mami, po pse? Nuk më lente, mami me i vesh, i vishja fshira, ose vishja na i bluzë kështu. Jo, thoshte, lute mami, vetëm këtë mos ma bëj, mos u vish hall, mos u vish kështu. Mua më kujtuar që nuk më vinte të lyhesha, më kujtua, sot kam pasur këtë gjë ndër. Ç'a bëja? Unë i merja me kapet me vete, merja dhe letrat lagura. Ua, Dhe qa fëmije. lyja syt me lapsë të zi, mami më fal. Ti e di këtë gjë, po gjithsesi. Merja dhe lapsë të zi se nuk e di çka kam pasi fiksim me lapsën e zi poshtë syve. Dhe ai nuk ikte. Dhe ajo kuptonte se e fshija rrugës, domethënë lyhesha rrugës, vazhdoja dilja kur kthesha për shtëpi, fshihesha prapë. Dhe tani lapsi i zi nuk më ikte ose rimeli. Sado që ta fshija dhe ajo e kuptonte kur shkoja në shtëpi, e fillonte. Po kot fillonte se unë prapë atë muhabet kisha, kupton? A ju ka rrau prindrit ju? Kjo ishte një pyetje. A ju ka rrahur prindërit E ma dhe duna. Jo, nuk ka rrau mami shumë për shembull. Jete psikologa. A të ka rrahur babai? Thuaj Si për çaj ndërkohë. Okej, unë jam te Dalina Show. Të ka rrau babaj dhe mami. Si u ndjeve në atë moment? Si u ndjeve kur të rrau mami? Një doktoresh, Dhe një albitër. gati për të shpëtuar jetën tuaja. Unë betohem ka rraf shumë. Ore për të rraf më ka rraf, bëja gabime, unë kisha frikë sepse ishte thupra aty që më priste. Pa, Gjithkohës, na ke thënë këtë po, historien. nëse mami po e shef të podcast, më ke rrahur shumë, mami. Por përveç historive tona traumatike, ne ishim të sigurta që nuk ishim të vetmet, kështu që ne ju pyetëm në Instagram se cila është gjëja më absurde për të cilën prindërit nuk ju kanë lënë. Dhe kemi marrë disa nga Shumë historitë. historik ishte, po kemi marrë ca që janë më kështu më të përshtatshme. Unë jam nga Elbasani dhe babi nuk më lindë të vazhdoja shkollën në Tiranë. Elbasan Tiranë ndërkohë 20 minuta. 20 minuta. E kam Ma afër shkon në pengjetë. Elbasan se në Astir. Për zotin. E kam pengjetë dhe si u detyrova të vazhdoja një deg që nuk më pëlqente te fakulteti ekonomik, vetëm sepse mund ta vazhdoja këtu. U largova nga shoqëria sepse të gjithë morën shtëpi në Tiranë. Po dhe ekonomiku s'është aq keq. A dege mirë është, jep benefite. Nejse, thjesht ideja është e liria që ka Kjo është pasur shumë e të zakonshme për zgjedhur. prindërit shqiptar. Domethënë ose kanë pasur gjithmonë të tendencën që unë njoh shumë goca që kanë pasur make-upin pasion ose një gjë tjetër që nuk lidhet me dojë mos që duhet bësh një shkollë. Po prindërit shqiptar gjithmonë kanë këtë që bëje ta kesh. Unë mendoj se ata e kanë traum pak sepse në fëmijët e Këto e vet kanë nuk kanë mundur, mund ta po. realizojnë dot. Për shembull, Shkollën kanë e edhe prindërit e lartë. mi që më thonë ata janë të fiksuar derisa unë të mora diplomën. Thot,
një histori. Mami s'më ka lënë deri në fund të gjimnazit të heq vetullat dhe qimet e krave. Po kam bullizuar gjithë jetën në shkollë dhe s'doja fal kurrë. Falja se gjuna. Më kujtove një histori time, po unë kam qenë më e vogël, dhe mendoj që këtu ka pas drejt mami. Mund të ketë qenë 10 vjeç ndoshta? Mora një brisk. Dhe nuk më pëlqenin vetullat e mia. Edhe ja futet vetullave kështu. Nuk më pëlqente këndi. Këndi. Nuk ja futa të gjithë, ja futa vetëm këtu nga fundi. Dhe tani, shiko, unë nisa për të bërë një gjë tjetër. Kupton, rrugës devijoi pak brisku edhe ndolën shumë keq dhe unë isha vetëm me gjysmë vetulle. Dhe unë tani hidhja gjithë flokët nga njëra anë që mami mos ta shikonte. Dhe një ditë ishim mbledh me kushërinë, me vllajin, dhe erdhi dhe mami. Dhe e pa dhe nuk më thot gjë se nuk donte të më bërtiste në sytatyre dhe më merr veç. Dhe më thot, ti ke heq vetullën, mami? Jo, më i thash, nuk kam heq vetullën. Ti ke heq vetën dhe e pashu të bëra sikur u surprizova, as vetë nuk e dija. Dhe ka qenë një proces aq i gjatë që mua më ka dalë prap vetulla. Po është një hoqë? Po, vetëm njërën. Po pse si bëri të dyja të bëri njësoj të paktën? Ozra isha të merë dhe më ka bërtitur dhe më ka bërë të merë dhe unë që atëherë nuk i heq më kur vetullat. Kam pas këto, e din që dalin këtu? Edhe në klasë 9 kështu edhe vjesha në sikletë, erdhi vera, kështu visha të shkutra dhe i mbaja durët kështu dhe qa bëra unë? Pa i treguar mami, shkoj në dyqan marr një brisk, edhe ja fus shu vet vap. Edhe më thot mami, pse ke kaq të pas? Kam pas hormonet e këto. Edhe më ka rrahur, më tha mos i prek. Edhe më ka rrahur. Brava. Tani e thot. Më ka rrahur. Unë qatë ditën brava. Pastaj del burgu. Po, vis Turpi. Kurse unë buka me kam pas një eksperiencë që më kujtove. Kam pasur kryesisht kur të dalin qimet e para në pubertet, po mami ka të tendencën që thot mos i hiqte të trasha. Dhe mua kishin dalë qimet e sqezura. Dhe vishim në kratë shkutra në verë dhe nuk e ngreja unë flokët. Do e preksha flokët, i preksha kështu. Nuk i lëvizja fare. Deri në fund qeshorit visha me trasha. Tani unë gjitha shumë veten te kjo historia, besoj do ta gjeni edhe ju. Thot, nuk kam pasur fare privatësi teksa rritesha. Madje një herë mbylla derën e dhomës me çelës dhe ata më prishën bravën sepse kisha detyrim ta leja derën hap. Tani, shiko, e thash gjej veten, jo se mua më ka ndodhur njëta gjë. Po, Afërsisht. Po të marr derën me vete të nxjerr balkon. Të marr derën fiks të shku. se ka diçka ku kam qenë unë në gjimnaz, më thënë në moshën e adoleshencës, e kisha shumë nevojshme që të mbyllesha në dhomë. You know. Po. Prezitimin hallet e mia. Dhe printet shqiptar, ose nuk e dija janë vetëm printet e mi, nuk e kuptojnë dot kur ti thua më lër vetëm. Jo, se thot çka ke. Nuk dua të flasin. Nuk e kuptojnë, domethënë unë vazhdoj sot tek sadite para 2 javëve ishte hera fundit që ja thash mamit, i thash kur fëmia yt të thot nuk dua të flas, kam nevojë për qetësi, do ta them në një moment tjetër. Aty fikson më keq. Dhe e njëjta gjë ndodhte edhe mua kur isha adoleshente, mbyllesha dhe nuk e kuptonin. Edhe e hapni pak fare, fusni syrin aty shifrin. Mami do të bëjnë një gjë për të ngrënë? Po. Mami, çka ke? Po ma thuj pra tani. Don patjetër ta din. Ndërkohë që njeriu thjesht ka nevojë për pak relax, tri vetën. E di se nuk e thash çfarë doja ta ruaja për tani. Një mënyrë që mua më ka funksionuar është për të ndryshuar Si ke trajnuar ti? Ja, ta them. Ishte për shembull, ishte kjo pjesa ditëlindjeve ose që më thonin po ti dole dje. Me kalimin e kohës nuk filloja ti thoja me o mami a do më lësh të ikë ose do më lësh të dal, por filloja ti thoja mami unë të premte do dal. Ja doja fakt. Leje nuk duhet marrësh. Unë për shembull këtë kam pas në Tiranë kur erdha, për herën e parë që fillova universitetin, ata nuk e pritën mirë, se nuk është se donin shumë të vija, por erdha për shkollën. Edhe e kuptuam me kalimin e kohës që tani jam rritur dhe nuk më ushtroni më presion. Vitin e parë ishin shumë kërkuese llogaria e këto. Kështu që edhe ju bëja një fakt. Dhe unë i bëra fakt, i thash unë tani kam ikur dhe po vazhdoj shkollën, po vazhdoj jetën, kështu që nëse nuk më lini të lirë do gaboj, nëse më lini të lirë me të mira dhe të këqija do i provoj vetë. Edhe është kjo fjalia tipike që do më kuptosh kur të bësh mama vet. Se të merr nga hiç në orën 11:30 natë. Do më kujtosh kur të vdes unë. Merr nga hiç, për shembull, mami të pash në ëndër, je mirë? Jam shumë mirë. Nëse sido që ti ne i duam shumë. I duam shumë dhe shumë mirë që kanë qenë dhe kështu. Po, Thuj, jo zemra, thuj sa dushti i duam shumë kur ta vej Melisa titullin e YouTube-it Urrej mamin. Urrej mamin tim. Por çfarë dua të them? Dua ta mbyll me një shprehje sepse unë jam ajo që ai frashëri gocit. Po, dua të them që si dashuria e prindrit, kudo që të shkoni nuk do gjeni kur
sa do të duan edhe ti duash, si ajo dashuria që pastër, askund s'keni përgjigje. Më i mirë për këto që thamne, po Ali, keni pasur prindë strikt për ushqimin? Shumë, sidomos unë që haja vetëm budalliqa isha një bullafiqe e vogël, patate, sanduiça, po i vdisja unë, edhe i thoja mami, mi skuq. Unë lup se jam, po qa më ka ndodhur tash është që prit ta nxjerr. Qa është now hunger? Babam. Ta s'do nxirre në i bomb. Kefir i lufrës. Ky është një kefir që unë e kam zbuluar kohët e fundit dhe ju me mua. Dhe na ka bërë dhe ne ta pim. Dhe mami më shumë krenare që më gri. Haj shëndetshëm, do po pi shëndetshëm sepse unë kam një ndryshim metabolizmi, se kam bërë dhe perim. Cheers, sepse këtë javë ne kishim për detyrë që të bindnim njerëzit se si të hanë shëndetshëm. O goca, ne ngjelem të qa hallet me të drejtën. Kes janë ankor gjithë kohë që idhem stomaku. Kristalli posto story, më shfryr barku, qa hallet me njerëzit, klea me ato problemet e veta, gjithmonë. Por, unë kam gjetur një zgjidhje që jam të e përdor kohët e fundit dhe ai është të tëm kefiri. Unë që thonë ju jam bërë doktoresh për të gjithë ju që nuk i vendosni prioritet dashurisë mbi stomakun, se po nuk është stomaku në rregull, nuk është as truri, nuk është as zemra. E vërtet, Klea Pires, mund të besoj verbërisht ty si doktoresh, se e para që nga fakti që i mban syzet skitsh, edhe e dyta edhe pa xham. Je shumë e besueshme si doktoresh. Shef qartë pa xham. Po imagjinoni 5 ilaçe për shëruar trurin dhe trupin. Një kefiri Zemrën. e 4 super goca. Po që i ti gjitha informacionet, kështu që më besoni. Në shërbim të punës. Dhe ta mendosh, një nga objektivat tona janë njerëzit që vrapojnë te liçeni, sepse atyre duhet kefiri për një jetë Po, shëndetshme. dhe unë do i shpërndaj më shumë kefir se ty. Ku e di ti? Pa di unë. E shohim. Medalje për të gjithë ata që konsumojnë kefir rregullisht. Kartoni verdh për ata që e kanë konsumuar, po nuk e përdorin dhe nuk kujdesen për shëndetin e tyre, dhe i kuq për ata që nuk e kanë provuar kurrë. Pini sa më shumë kefir që të jeni të holl slim si puna ime, sepse mund të ngjiteni në majë të pemës, unë ngjita deri këtu. Po sa më shumë kefir të pini, aq më shumë jeni të shëndetshëm. U bëra lodhshme e dihajshme. O teta! A ke provuar kefir? Ua, medalje. Pëlqen? Super? Bravo, pi kefir se është shumë i mirë, është me probiotik të bën shumë mirë të shvrapon. Pafshim! Truri jot ka nevojë për refresh. Besoj se e kupton. Ë? E kuptove? Vjen mirë që. Do e pish për mua? Pije këtë gjë dhe më tregon njerëz si ndihesh. Që ta bëjmë kështu të madhe që ti pi kefir. Tash barku? Është si ra barku për një pik. Pije të gjithë. Mirë, faleminderit. Pra, mund ta marrësh, ta pish, është jote. Stop! A ke provuar ti ndonjëherë kefir? Po, Po, e pi rregullisht? jo. Jo? Karton të verdh. E di sa mirë të bën kefiri për zorrët, për shplodhjen, tani që e lodhur, dukesh që e lodhur shumë. Wow. Shumë i mirë? Kuqen se morët. Jo, të kuqe se more, të verdh, po tashi do marrësh medalisht, ta pish rregullisht. Të ta jap medalje, më përftoj që ta pish rregullisht? Me që ke bërë dhe këtë vrapin e lodhur, e meriton një medalje. Pafshim, faleminderit! Pafshim. Ti, kefir ti, të dua ty, vetëm ty, ti do jesh i mi. When you are running and doing sports, this helps to do a lifestyle healthy, to do when you eat very bad fast foods or things that don't, yeah, with the stomach is flat, like this. Yeah, your stomach needs this. You can prove it and tell me it's good or bad. Now? Now, yeah, why not? Yeah, it helps so much.
with the stomachs, with the when you do sports like gym. It helps with growing your muscle. Kristela, cili ka qenë vesi jote të keq fare kur ishe 20 vjeç? Vesi më i keq, jo vetëm 20 vjeç, po e kam akoma, është që dilja nga shtëpia me stomakun bosh. Pra nuk haja kur mëngjes, dhe haja shumë keq dhe haja shumë fast food. Po joti, mos më thuaj që nise cigaren. Po nise cigare, nuk haj as mëngjes, haj ndoshta një vakt në ditë se e puna. T'merë. Moj, a nuk mendon që këtë vesin tënd e kanë dhe shumica e çunave shqiptar sot? Po. Kafe, cigare. Që mëngjes. Po, dhe s'kan as energji nga s'mojnë goca. Janë bërë mas, trupi nuk e kanë mëse që kanë pasur. Nuk bëjnë as palestër, ose bëjnë palestër, po prap. Të pari tanë 20 vjeç shkonin luftë. Eshe? Unë mendoj që këta kanë nevojë për ca këshilla. Këshilla dhe kefir. Po. Dhe ku më mirë se te Politekniku, ku ka vetëm student. Që pinë cigare dhe kafe për mëngjes. Sot për mëngjes, Ha, që ke ngrën? mëngjes nuk harë. Sa Pi cigare? Jo. Bravo, të pakta nuk pi cigare. Disha donim dhe do të sjellim një kefir nga ne. Që ta pish në mëngjes dhe mos të nisësh nga shtëpia me barkun bosh, me stomakun bosh, se dëmton shumë stomakun. Ka vitamin B dhe B12 dhe ka shumë proteina dhe pak kalori. Do të thënë, pije në mëngjes ti këtë. Që kur të qohesh në mëngjes, tikësh edhe përdorësh trurin mirë në shkollë dhe mos e nis cigaren. Nis kefirin. Mirë. Tani se ju jeni çuna, ju vlon gjaku, keni çik nevojë për proteina, për vitamina, ngacmoni ndonjë gocë. Merrni një pije. Pije Marikosin. Urdhëro edhe qesh më shumë. Kleas, ke tjetër? Prit se kam, po Edhe një. falas para. Edhe një, fikse, shikon ka qenë shkruar. Edhe e pini cigare? Është shumë e mirë. Ah, okej. Po kjo do ju bëj të nxjellin gjitha Toksinat. pisliqet nga trupi, edhe të keni proteina dhe pak kalori. Hajde një kefir nga lufra, njerëz, për shfryrjen e barkut. Hec pra shpërndaj, ta marrin vesh njerëzit. Duhet vi njerëzit vetë ta ndjenjë aromën e kefirit. Kefiri po ju pret të gjithëve. Ne kemi ardhur në vendin ku shiten ushqime natyrore dhe ku më mirë se këtu, ne mund të japim kefir, t'i tregojmë njerëzve sa i mirë dhe i shëndetshëm është. Me që njerëzit e rinj, çunat, gocat e reja i kënaq me kefir, duhet edhe çik kryefamiljarë ata që bëjnë pazarin, ta provojnë, ta pinë kefir, ta kuptojnë se sa i mirë është dhe sa vlera ka. O nëna, do kefir? O nëna, ke probleme me tretjen ti? Me zorët? Ke probleme me tretjen me zorët? Po si se diti? Po, ke? E ke për gjithë familjen këtë, jo vetëm për veten. Shife, Po duke provuar kefirin ti prandaj. do pish këtë kefirin çdo ditë dhe do shikosh që do kesh përmirësim në tretje, te stomaku. Po ju thoni kos lufre, unë që ke kefirit. Po pra, po është kefir lufra. Ti the që rri shumë TikTok. Dhe me thënë hargjon koha aty, hargjon kalori. Unë ha njerë javë me të është marrë energji shpirtnore shumë, qellore. Nga kefiri? Jashtë planetit tokë. Okej. Ti jeton Edhe kefiri vjen nga jashtë planetit tokë sa që mirë është. Hajde kefir nga lufra. Kefir! I ka të Kefir nga gjitha. lufra. Kush e bën pazarin të shtëpia jote? Ti apo gruaja? Pazarin të shtëpia, kush e bën? Ti apo gruaja? vetë për vik grusure që ato? E po ti? Kur të bësh pazaret herë tjetër, duhet marrë si s'bën kefir ta çosh te shtëpia, që të kursesh ca lek ilaçe kur ti keni zorët e smura. Tani e mira është që aktiviteti fizik ta shoqërojmë me probiotik. Në rastin tonë është kefiri. Jemi gati të shpërndajmë pak kefir dhe të bëjmë në të njëjtën kohë aktivitet fizik. Unë jam. Po, urdhëro, pije këtë pastaj thuaj po. Do japim atyre njerëzve që janë lodhur për t'ikur deri në krye të piramides. Unë jam më se gati sepse ju dini që unë dua aktivitet. Do aktivitet. Yes, hajde ikim. 1, 2, 3. Ja, zito, sikur aty në krye është një vajzë për cilën të ka trasuar. Ç'sa bukur. Kefir, meraviglioso.
E mbushëm Tiranën me kefira. E mbushën, u lodhëm i qika. Po sa që nga kemi shumë qenë. ti është doktoresh. Me si pres shoh se çfarë do na kapi episodi i Po më e vështirë Klea është të hash shëndetshëm dhe të kesh zorë dhe stomak dhe trup të mirë. Shumë e O vështirë. Kristel, a do e pim? E pima më. Pjeni me fund. Hajde gëzuar. Gëzuar, unë e piva timin, siç duket, kam pirë 2 me të drejtën. Unë me thënë drejtën, thjesht erdha më blet që kur më thatë që duhet vishem si doktoresh dhe t'jap mend. Isha, po, do ta bëj, Do ta bësh. Tani ne vërtet do pim shëndetshëm, por kjo do thot, mos ja fusim në lajthiza. Në Për jokse. freskim, siç bët ti dhe Kesiana këtë javë. Unë dhe Kesiana u knaqëm. U knaqëm duke pirë oksi, e tu bë dënime me oksi. Shifeni, e shohim. Shiheni njerë. Të gjitha këto ndjesi, unë edhe Ema, si emocion, si frikë, si adrenalin, Lumturi. si lumturi, entuziazëm, i kemi sjell me ngjyrat e Premium by Lajthiza. Atëherë, ne do ta jepim disa situata dhe ne do t'i përshtasim me ndjesi që kemi sipas ngjyrave të Premium by Lajthiza. E gati? Më gati se ku. Të del përpara Aldi pas një dite të lodhshme xhirimesh. Më stopuat e fjala Aldi dhe për mua është stres. Aldi, bara stres. Për mua që është shumë e rëndësishme batutat e veta. Për mua Orangeade sepse është entuziazëm, e kam dhe bashkëpunëtorë në emision, kështu ne bëjmë pranks dhe kemi entuziazëm. Unë vdes për të pirë Orangeade, është e preferuara ime, e pi gjithmonë. Shpresoj mos vdesësh për Aldin. Se e kam provuar edhe. Vdes? Goatsi kap 100.000 klikime brenda javës. Adrenalin o zemra. Ka një arsye pse Oksi Leila është e preferuar jo. Edhe imi, unë pak të, është edhe Leila kjo. Është me peshën fruit edhe është o zot. Ah, Goatsi. Goatsi Përveç- kap, kështu që ne pim shpesh. Oks Leila. Zihesh me desin për vitet e Lavilës. Një muhabeti shumë të gjuheshëm. Stres! Urrejtje! Me të drejtën mua më bën. Adrenalin zemra, të zihesh me desin është adrenalin. Qa isha më? Ishte shakaut. Me divën tate do zhjetë? Adrenalin është shpirt, do me e pi, adrenalin. Adrenalin. Selektojmë Johana, familje dhe Mos harro. Fikse zjesh me mu. A, zemra? E sot vjen videon tim, a? Ka prion për me. Ciao. Bëni xhirime jashtë shtetit. Oh, gëzim. Është portokallia gëzim. Po. Shqyrma dalim nga Tirana. O zemra, po, ne më kënaqemi kur ikim jashtë Tiranës për xhiruar Ema Qetçou. Ngelem në Tiranë, se punojmë shumë dhe kur dalim me xhirime jashtë, atëherë është momenti jon. Zgjohemi në 15 minutë për të nisur, në orën 7. Ja Po që vlen. gëzojmë. Ja vlen. Bëjmë pushime. Jemi njerëz pa dalë, po dalim këtu te Goci. Kur blen Aldi parfum të ri. Aldi, çfarë nga këto do zgjedhim për ty? Dashuri shpirti jo. Ti vjen era Aldi Vand.
Ndodh rrallë, pa kur ndodh. Po, edhe pak roze, edhe pak flirt. Jepi shpirt, pas siklet. Kur duhet të bëni xhirime me 0 lek. Orangeade. Relax, nuk harxoj lek. Nuk gjojmë të posituar. Mua pëlqen se dajnë gjëra gallat, edhe mbi gjitha jemi në natyrën tonë gallat, edhe pse njerëzit rrallë e kuptojnë që jemi në rol, but do të mësoni me ne si jemi të çmendura, okay? Jam i çmend dak. Jam i çmend. Kur na gatuajnë tek vila. Ua dashuri, Behare love you. Behare, Të duam. Të përshëndesim një social vetëm për ty. ju e keni den sa mirë gatuan, ju kur sot ta provoni dorën e saj, por e provojmë ne për ju. You need a Behare in your life, but not our Behare. Kur merresh me thashethemet e vilës. Me adrenalin o zemra. Atë mund t'i zgjedhim të gjitha nga pak, se të gjitha nga Adrenalin pak o jemi, shpirt. me thënë të drejtën, kështu që doja jap një. Atëherë një pim të gjitha sepse jemi pak nga të gjitha ku bëhet thashë theme, na i çik gzim, na i çik lumturi, na i çik shumë adrenalin. na i çik ftohtësi, kupton se të ignorojmë, nuk do i marrim gjitha për të mirë qenë. Tot. Bravo. Kur Kristeli thot nuk kam shoqe. Crystal Serreko. Si o zemra. Më ka thyer zemrën. Këtë zgjedhu nga këto. Zjeta ignoroj sepse të Kristeli thot se na do. Kaq ishin situatat tona të bukura në vilë Dhe shqyqyr që kemi të sfida që na bit provojmë gjithë premium Balajfiza se këtu nuk na i lën, na i marrin gjitha i fshetin. Kemi frigorifer që lexon me letër mos e prek, do mos për oksilina. dhe portokalli. Nëse, kjo është e preferuar ime. I duam të gjitha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe këto dy të vegjës janë më vegjës. Tema 2 numërosh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. Ne gjithmonë okset i kombinojmë edhe me veshjet, sot nuk e di ku është premium rozeja ime. Unë do ta marr këtë ty sepse Po s'ka problem, do e pi pas emisionit. Na bëf të mirë. Portokallia ime është atje. Sot folëm për traumat që ka lënë prindrit strikt dhe u kënaqem shumë. po kënaqem Derisa të gjejmë për çfarë traume tjetër do flasim që të përfshihet Kristian me traumat e veta. Na jepni ndonjë ide temash Jepni se ndonjë ide përveç historive të frikshme. Jo, ato ta bëjmë se po vjen Halloweeni. do ta bëjmë. Kur prandaj tash, kështu që Deri herën ju tjetër. duam, faleminderit. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, Bëni like, follow dhe subscribe në kanalin tonë të YouTube-it. Ándale.